Këtu edhe, si që kemi thënë edhe një në padin e dorëzuar nga Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike, edhe Gjykata Supreme konstaton se dispozitat të cilat i japin të drejtë Prishtina Parkingut të vendos blokada në vetura të cilat refuzojnë ose nuk munden të kryjnë pagesën për parking. Kjo kompetenca është e kundërlidhshme dhe i të kalon kompetenca që mund të ketë një ndërmarrje që në fundit qëllimin e profitin komercial. Pra, sipas Gjykatës Supreme dhe asaj që ne i kemi dorëzuar si provë kësaj gjykate, një kompetencë e tillë është direkt ekskluzive vetëm e Policisë së Kosovës dhe Inspektoratit Komunal dhe nuk mund të jepet një ndërmarrje siç është në këtë rast. Apo i bie tani drejton që pas si vendimi nga tani tutje nuk do të mund të ketë bllokada të tilla nga ana e Prishtina Parkingut apo jo? Ne edhe sot në konferencën për media që e theksuam që nga data 5 maj, Prishtina Parkingu nuk e ka asnjë të drejtë që të vendosë me blokada në veturat e qytetarëve. Dhe thotë, gjykimi është i plotfuqishëm, sepse Gjykata Supreme është gjykatë e vetme dhe nuk mund të atakohet me kë vendim i Gjykatës Supreme. Prandaj nga data 5 maj 2025, Prishtina Parking nuk mundet që të deblokoj apo të bartë veturat për shkak të një mospagese të një tarife për shfrytëzimin e parkingut publik. Dhe Liridona, keni pas të dhëna sa ka qenë numri qytetarë për shembull brenda dite ose brenda muaje që veturat u janë bllokuar dhe kanë të drejtë tani qytetarët i drejtohen gjykatave ose si mund ta kërkojnë të drejtën për ato dënime që i kanë marrë? Duke parë që vendimi është rregullore tani është e kundërligjshme. Po, duke qenë se gjatë kësaj procedure, si në aspektin administrativ po ashtu në atë gjyqësor, unë kam qenë përfaqësues ligjor i grupit për studime juridike dhe politike dhe kam përfaqësuar këtë lëndë edhe në aspektin administrativ, po edhe pranë Gjykatës Supreme të Kosovës. Nga të dhënat e cilat janë në dokumentet e Prishtina Parkingut, thuhet që dikun deri në 6.000 tiketa janë çdo ditë që të thotë 6.000 persona i shfrytëzojnë parkingje çdo ditë në kryeqytet, kurse më e keqja është që kemi diku rreth 190 blokada çdo ditë që vendosen në veturave brenda ditës pra. Brenda një dite në kryeqytet. Do thotë të gjitha këto blokada edhe nga periudha kur ka hyrë në fuqi kjo rregullore, edhe tash janë të kundërligjshme. Mirë po duhet ta sqarojmë për publikun që sa i përket asaj se mund të kompenzohen ta qytetarët që kanë vendosur bllokadat e tutje, duhet ta kemi parasysh se ky gjykim nuk ka efekt prapaveprues. Do thotë nuk mundet me vlet për para datës 5 maj e tutje. Mirë po nga data 5 maj 2025 këtë periudhën kësajde çdo person, çdo qytetar, çdo shfrytëzues i parkingeve publike, në rast se i vendoset një blokadë në veturën e tij, mundet me inicu procedurë kundër Prishtina Parkingut dhe Komunës së Prishtinës. Për shkak se secili veprim i tillë është i kundërligjshëm, sepse tashmë e kemi edhe një vendim të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës. Liridon, Prishtina Parkingu do të vazhdojë, do të mund të jap dënime apo jo, për ato që e kalon në orarin e përcaktuar me pagesën. Çështja e tarifave, çështja e gjobave nuk është shqyrtuar nga Gjykata Supreme dhe realisht A keni atakuar jo edhe këtë ajo? Ne kemi atakuar vetëm sa i përket aspektit të çmimorës. Ne kemi vlerësuar që edhe çmimet e cilat ishin përcaktuar me rregulloren e re, ishin çmime schablone dhe nuk kishte një analizë paraprake pse duhet të ngriten çmimet për zonat e caktuara të parkingeve në kryeqytet. Mirë po për këtë çështje e gjobave këtu nuk është lëshuar gjykata, për më tepër thotë që dispozitat e tjera nuk kanë elementet e kundërligjshmërisë. Do thotë dispozitat e tjera mbesin në fuqi, mirë po çështja është që tashmë është e qartë që Prishtina Parkingi nuk ka të drejtë me as të bllokoj, as të deblokoj dhe as të tërheq veturat prej vend parkingut në ndonjë vend tjetër siç ka bërë deri më tani. Tash a ka një vakum ligjor apo Prishtina Parkingut i lejohet ta thras Policinë e Kosovës për të ndërhyrë në këtë rast apo si mund qarohet? Normalisht kjo mund bëhet edhe në këtë formë, por mbetet prapë në kompetencën e Prishtina Parkingu konform rregullore që tashmë e kemi në fuqi, konform dispozitave që i kemi në fuqi. Por e rëndësishme është që të mos ndërmerr asnjë veprim në kuadër të këtyre dispozitave të cilat tashmë janë shfuqizuar. Pra, të mos bllokoj asnjë veturë të qytetarëve si shkak një mospagese të një tarife për parking. Dhe në anën tjetër, Liridona konsideron që mund të shkaktojë një kaos në trafik tani ky vendim i Supremës duke parë që qytetarët tani tutje e dinë që nuk do të mund të bllokohen veturat e tyre nga ana e Prishtina Parkingut apo Po kuptoj, edhe në fillim kur e kemi trajtuar këtë rregullore, i kemi parapo dhe rrethona të cilat mund të ndodhen në rast se do të kemi një situatë të tillë siç është edhe tash. Prandaj kemi zgjedhur fillimisht si Qendër për Raste Gjyqësore Strategjike, kemi zgjedhur rrugën administrative.
duke i mundësuar komunës e Prishtinës që të inicoj procedurën në plotësim ndryshimit të kësaj rregullore. Dhe nëse komuna do të reflektonte në atë kohë, tashmë do të kishim një rregullore të plotësuar dhe ndryshuar dhe Prishtina Parkinge nuk do të vepronte kundërligjshëm me çështjen e vendosjes së blokada. Pra, në fundit është një mosvullnet i komunës për me shtytutje dhe për me miratu një rregullore e cila qysh në shikim të por është vrej që ka dispozita dhe te kalon kompetenca. Nga të takime që keni pas me zyrtarët e komunës dhe me asambleset, a kanë qenë në dieni, a duke që ishin në dieni për këto shkelje kur është përpiluar kjo rregullore dhe cili ishte shëndrimi i tyre atë kohë? Takime me përfaqësues të komunës nuk kemi pasur, që ne jemi drejtuar zyrtarisht atyre, edhe përmes njoftimeve që kemi tek qendra, ne jemi drejtuar zyrtarisht me kërkesë Kuvendit komunal, kryetarit përparim Roma, mirë po nuk ka pasur vullnet të tyre për me e shtytutje plotësim ndryshimin e kësaj rregullore dhe qysh atëherë ne e patëm rezervuar të drejtën që edhe në rrugë gjyqësore me kërku një vlerësim të ligjshmërisë. Ky është një akt gjykimi Gjykatës Supreme. Gjykata Supreme është e vetme që gjykon rastet e tilla dhe është obligim qofti komunës e Prishtinës, qofti Prishtina Parkingo që ta zbatojnë një akt gjykim të tillë. Por në anën tjetër është edhe obligim po edhe drejtë qytetarëve që çdo herë kur hasin në rastet e tilla që Prishtina Parking dhe Komuna e Prishtinës nuk po i zbaton këtë akt gjykim, mundën me inicu procedurë gjyqësore edhe ndaj tyre. Po, dhe në anën tjetër, flasim edhe për pika tjera, pra janë edhe 8 nene të tjera, paka shumë nëse mund të sharojmë çka përmbajnë. Përveç çështjes së bllokimit dhe bordës së veturave, GLBC kishte vlerësuar dhe kishte dhënë prova të mjaftueshme para Gjykatës Supreme se Komuna e Prishtinës përmes kësaj rregullore kundërligjshëm ja kishte hekur përgjegjësinë ndërmarrjes Prishtina Parking për me kompenzu domet ose për me marrë përgjegjësi për çfarë dome që ata mund me shkaktu ndaj automjeteve që janë pjesë ose që parkohen në vend parkingjet publike. Pra, ne jemi drejtuar Gjykatës Supreme duke i thënë se çka do të ndodhte në rast se një punëtor, një punonjës si Prishtina Parkingut, do të shkaktonte një dëm ndaj një veture të një qytetari i cili ka vendosur se ka parku veturën brenda vend parkingjeve publike. Prandaj një konstatim i tillë, një provë e tillë të cilën ne kemi dërguar pranë Gjykatës Supreme është vlerësuar e tillë dhe Gjykata Supreme ka konstatuar se zhveshja e Prishtina Parkingu nga përgjegjësia për me i marrë ose për me kompenzu domet që shkakton në vend parkingje publike është e kundërligjshme dhe ne e tillë duhet të reflektohet. Pra, në rastin konkret, çdo dëm që i shkaktohet qytetarëve të Prishtinës, po edhe shfrytëzuesve prej qyteteve të tjera që shfrytëzojnë parkingjet në Prishtinë, edhe që faji është i punonjësve të Prishtina Parkingut, ata kanë të drejtë që me inicu proces gjyqësor në gjykatë. Dhe si GLBC, a keni parë ankesa ose a jeni në dieni nëse ka ankesa ose padi në gjykata për këto raste? Deri me tani nuk kemi ndonjë informacione se kanë pasur ose jo. Është edhe një periudhë, mund të them edhe shkurt, prej që ka hyrë rregullore në fuqi, edhe u dashme u sqaru që kjo përmes një vendimi gjyqësor që tashmë vetëm se kemi të qartë. Po ashtu një dispozitë e kundërligjshme nga ana e Gjykatës Supreme, sipas pretendimit tonë, është edhe sipas pretendimit, do thotë sipas provave që ne i kemi dërguar në gjykatë, është që me rregulloren që ka qenë në fuqi, po flasim me dispozitat që kanë qenë në fuqi, Prishtina Parking ka menaxhuar edhe me parkingjet ilegale, ose kur dikush e ka parkuar edhe veturën e tij edhe në trotuar ose në një hapësirë që nuk është e destinuar për parking publik. Me rregulloren që ka qenë, do të thotë me dispozitën që ka qenë, Prishtina Parking ka pas të drejtë edhe me vendos blokadë edhe me lëshu tiket për to. Një përgjegjësi ose një detyrë e tillë për Prishtina Parkingun e ka konstatuar Gjykata Supreme që nuk duhet të vlejë. E që është detyrë e policisë apo jo, më thënë, është parkim ilegal apo çfarë do tjetër? Edhe inspektoratit. Pra, me këtë rregullore, Komuna e Prishtinës ka dështu, flasëm shkurtimisht, ka dështu që një ndërmarrje publike me i dhënë kompetenca sa duhet me jep asaj. Sepse në rregulloren të cilën tashmë kemi një vendim gjyqësor, komuna kishte dhënë kompetenca që i takojnë policisë e që i takojnë edhe inspektoratit. E që tashmë vendim gjyqësor vërtetohet që janë të... Dhe apo i bie që një pjesë të parave nga shtetërorët e ka marrë edhe përmes parkingjeve ilegale, cilat nuk i ka pasur edhe në kompetenca apo çfarë tani? Përveç çështjes së parkingjeve ilegale, mund me thonë është e keqe dhe është një fat jo i mirë për qytetarët e Prishtinës dhe për personat që kanë shfrytzuar parkingjet, që një pjesë e madhe e buxhetit të Prishtina Parkinget është siguruar përmes blokadave. Pra pjesa më e madhe? Pjesa më e madhe e buxhetit të kësaj ndërmarrje është siguruar përmes blokadave që
prej fillimit ne kemi thonë që është një kompetencë e kundërligjshme, sepse kjo e cënon edhe lirinë e lëvizjes, do thotë edhe Gjykata Supreme thotë se si mund të vendoset një blokad, si mund të mos i lejosh qytetarit apo SDI veturën e tij për një tarif, do thotë për një tarifë të parkingut, sepse thotë që secila mos do të jetë proporcionale. Nuk mundesh ti me ja mohu të drejtën e lëvizjes, edhe të drejtën për me pas qasën në pronën e tij për faktin se ai nuk e ka kryer një pagesë simbolike për parkingjet. Tjetër është interesant, Gjykata Supreme e Kosovës ka reflektuar edhe në një dispozit, përkatësisht në nenin lidhur me nenin 14 dhe 15 të kësaj rregulloreje, e cila lën si mundësi të vetë me çështjen e pagesave të parkingut vetëm përmes telefonit. Çka thot Gjykata Supreme në këtë rast, se me një dispozit të tillë, pra që i prek 3 nenet të kësaj rregulloreje,